E falenderojmë Allahun xhelle shenhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnirzoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjë. Për shëndetjet më të sinqerta ai dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhis salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është nga çlirimi mësojmë. Ditën e 20 të Ramazanit të asaj kohe, në vitin e 8 Hijri, Muhamedi alayhis salam dhe sahabët çliruan Mekën. Bilali e thiri ezanin nga çatia e Qabës dhe kjo shënoi fundin e fesë pagane në gadishullin arabik. Muhamedi alayhis salam hiri në Mekë mbi devën e tij me kokën e përpulur aq shumë sa balli i prekte samarën e devës. Në këtë mënyrë ai dëshironte të shprehte mirënjohjen ndaj Allahu xhelle shanu për këtë fitore të madhe. Pasi kreu tavafin në rreth Bejtullahut, rrëzoi 360 idhuj që ndodheshin në Qabe dhe përreth saj. Pastaj hiri në Qabe, fali 2 rekate namaz dhe iu drejtua Kurejshëve. O Kurejsh, ç'mendoni se do të bëj me ju? Ata ju përgjigjen: mirësi, ti je vëllau fisnik, biri i një vëllai fisnik. Atëherë Muhamedi alayhis salam tha: sot po ju them atë që vëllai im Jusufi alayhis salam u tha vëllezërve të tij më parë: unë nuk do t'ju qërtoj sot, Allahu do t'ju fal, ai është mëshiruesi më i madh, shkoni, jeni të lirë. Nga momenti kur Muhamedi alayhis salam mori shpalljen e parë në Mekë deri te çlirimi i saj nga shirku, kufri dhe ignoranca, kaluan 21 vjet. Këto nuk ishin vite pritjeje, por vite pune të palodhur, sakrifice dhe lufte. Brenda këtyre viteve ndodhen edhe thirrja e fshehtë dhe e hapur në Islam, persekutimet dhe bojkotet, emigrimet në Abisini dhe Medinë. Deri në çlirimin e Mekës, Muhamedi alayhis salam dhe sahabët shijuan ëmbëlsinë e fitores në Bedër dhe hidhrimin e humbjes në Uhud. Ata festuan triumfin në Hendek dhe lidhen marrëveshje me mushrikët e Mekës për të hyrë në të dhe për të kryer umrën. Gjatë gjithë këtyre sfidave dhe sprovave, me sjelljen e tyre, ata jo vetëm që e jetuan Islamin, por edhe e bën atë tërheqës për të tjerët. Ajo që filloi fshehurazim në shtëpinë e Erkamit në ditën e 20 të Ramazanit të vitit të 8 Hijri, u shndrua në një ushtri prej 10.000 sahabësh që hinë triumfalisht në qytetin e tyre në krye me Muhamedin alayhis salam. Ezanin që Bilali e thiri atë mbi Qabe e dëgjoi çdo kënd i Mekës dhe ai e jehon ende sot në çdo cep të botës. Duke kujtuar këtë ngjarje madhështore, çlirimin e Mekës, le ta rizgjojmë ezanin e Bilalit në zemrat tona dhe le të jetë ai jo vetëm një thirrje për namaz, por edhe një udhëzues që na drejton në rrugën e shpëtimit për veten dhe si një dritë për të tjerët. Nuk bashkëjetuan në Mekë ezani dhe paganizmi, thirrja për shpëtim dhe ignorancë e xahiliyetit. Muhamedi alayhis salam nuk e pranoi ofertën e mëparshme të idhujtarëve, që herë të gjithë të besonin Allahun dhe herë të gjithë Latin dhe Uzan. Ai u përgjigj qartë: lakum dinukum waliya din, ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Le të veprojmë edhe ne kështu dhe të mos lejojmë që tani kur Ramazani solli ezanin në shtëpitë tonë, pas Ramazanit të hi sërish namazi i harruar e i lënë pas dore, alkooli dhe mëkatet në përgjithësi. Pavarësisht veprës madhështore që kishte arritur, pavarësisht fitoreve të shkëlqyera që kishte korrur dhe numrit të madh të njerëzve që e besonin dhe e ndiqnin, Muhamedi alayhis salam hyri në Mekë me kokën ulur. Biografët e tij shënojnë se balli i tij prekte samarin e devës.
Me këtë gjest, a i shprehte falenderimin për gjithë shka që i kishte dhuruar Allahu Gjellëshen. Me këtë veprim, a i mbajti dersin më të madhë për të gjitha personalitetet dhe zyrtarët me çdo fushë të jetës, të cilët për shkak të pozitës që mbajnë, kërkojnë trajtim të veçantë, hyrje të veçantë dhe shpallje madhështore para paraqitjes së tyre, para të ashtu quajturve njerëz të zakonshëm. Ata për të cilët është më e rëndësishme krenaria dhe ngritja vetvetes, sesa përgjegjësia që mbajnë, kur nuk do të shijojnë ndonjë fitore të vërtetë, sepse nuk i kanë rrëzuar idhujt që adhurojnë brenda vetes. Idhujt e tyre janë mendjemadhësia dhe përkushtimi i plot ndaj kësaj bote dynjas. Agjerimi i Ramazanit, ndër të tjera, ka për qëllim t'i tregojë njeriu se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme dhe cila është vlera e vërtetë. Gëzimi i iftarit na tregon se sa do të gëzohej dikush pranë nesh që është në nevojë nëse do të ndihmonim. Prandaj, të dashur vëllezër, që ecni në tokë me mendjemadhësi, vetëm për shkak të pozitës që mbani, por uluni. Nuk mund të arrini qiejt, as nuk mund të çani tokën. Nuk do të ndjejmë siguri në këtë vendin tonë, ashtu si solli Muhamedi alayhis salam dhe sahabët siguri në Mekë, përderisa ju ecni me arrogancë në rrugët tona, në për automjetet tuaja zyrtare, pa e vërejtur varfërinë, urinë, tokën e papunuar, fabrikat e braktisura, ushtrinë e të papunëve. Ofrimi i Mekës le t'ju bëjë të reflektoni. Muhamedi alayhis salam për 21 vjet mblodhi forcë për të rrëzuar idhujt brenda dhe rreth Qabës. Kur u bë aq i fuqishëm sa të pastronte jo vetëm Qabën nga idhujt dhe Mekën nga kufri, por edhe të hakmerin ndaj atyre që e kishin poshtruar atë dhe sahabët e tij. Ai ndoqi shembullin e Jusufit alayhis salam. Sot nuk do t'ju çertoj, ju fal, shkoni të jeni të lirë. Kështu të lirë dhe të mahnitur nga sjellja e tij, ata u bën djegësit e tij, dhe ezani i Bilalit arriti deri në zemrat e tyre të humbura, duke i bërë të përgjigjen thirrjes për shpëtim. Nga të gjithë të mëshirshmit, Allahu është më i mëshirshëm. Në ditën e çlirimit të fethit të Mekës, në pragun mes dy të tretave të Ramazanit, midis mëshirës dhe shpëtimit nga zjarri, le t'i kërkojmë falje Allahu Gjellëshenhu dhe bëjmë gjithë shka që trupi in të mos bëhet lëndjekse për zjarë. Le t'i përgjigjmë thirrjes së ezanit që jehojnë nga kulmi i Bejtullahut dhe ta jetojmë athirin. Ti mbillim veshët ndaj zërave që na thrasin në mëkat dhe mosbindje dhe të rrëzojmë brenda dhe rreth nesh idhujt që na dërgojnë drejt përtacis, kopracis, smirës dhe veseve të tjera të këqija. Përmes ngjarjes së fethit, çlirimit, Muhamedi alayhis salam na mësoi se në përullësi qëndron fuqia dhe madhështia, dhe se askush nuk është i lirë përsa kohë që robrohet nga idhujt dhe mbetet i mbërthyer në rrjetën e mëkateve dhe veset. I lirë është vetëm ai që çlirohet nga robrimi ndaj gjithçkujt dhe gjithçkaje përveç Allahu Gjellëshenhu. Mekja u bë e lirë vetëm pasi u shembën idhujt në të. O Zoti i lartësuar, na ndihmo që rruga dhe jeta e të dërguarit të jetë edhe rruga jonë në këtë botë, e me këtë ta meritojmë shoqërinë e tij në ahiret. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.